kishte 2 vjet ose 3 saktësisht që nuk bëheshin bisedime direkte për paqe. Mas shumë përpjekjesh dhe mas shumë presionesh, qoftë të presidentit Donald Trump, i cili ka qenë kundër kësaj lufte që në fillim, u ulën palët. Megjithse, Rusia nuk çoi në një nivel përfaqësimi shumë të lartë, gjithmonë duke bërë atë lojën diplomatike të sofistikuar që e kanë traditë historike, pra gjithmonë të masin muskujt dhe gjithmonë të luajnë bllofin, ndërsa Ukraina, siç e tha Zelenski, për respekt të presidentit Trump dhe Erdogan, si dhe të personit që po drejtonte këto bisedime për paqe, që është Hakan Fidan, i cili është ministri i jashtëm i Turqisë, çau ministrin e mbrojtjes, Rustem Umerov, dhe zëvendësministrin e jashtëm Sergej Kyrstybla. Në ato bisedime u arrit diçka shumë e rëndësishme. U bë shkëmbimi i 1000 të burgosunëve mes Rusisë dhe Ukrainës. Kjo ishte një arritje konkrete.